Ne kemi parë që mbi 50% të seancave para 10 viteve janë shtyrë për shkaqe të ndryshme, ku kanë qenë mungesa vetë gjyqtarëve që kanë thirrë seancat, prokurorëve, avokatëve apo palëve. Sot nuk themi që kjo përqindje ka rënë në mënyrë relative prej 12-13%, që është besoj një indikator shumë i rëndësishëm që tregon që tani më cilëta palët i kushtojnë më shumë rëndësi dhe administrimi i drejtësisë bëhet në mënyrë shumë më efikase. Këto probleme që i kemi në gjykatat në shumicë të shqiptare në pjesën tjetër të territorit, edhe në gjykatat e Vlorës në Prishtinë, rastet në gjuhën serbe, po dhe në Graçanicë, pothuajse janë të njëjtat probleme. Drejta për përdorur një gjuhë për pasur gjykim dhe procedurën e gjuhën anëtare është drejtë fundamentale gjithatë në botës, sepse është një kurthemel i çështjes në drejtësi, posaçërisht për ata që nuk e flasin gjuhën e shumicës e komunitetit shumicë ku shancat zhvillohen. Atë është esenciale për të arritur edhe besimin e publikut tek gjyqësori, por edhe tek institucionet tona dhe ndërmjet njerëzve. Në kuadër të departamentit special në gjykatën themelore në Prishtinë, 97 seanca gjyqësore, prej cilave rreth 16.5% të seancave janë shtyr, dhe arsyet kur janë identifikuar në rastin e këtyre seancave tregojnë që mungesa ose vonesa në përkthimin e shkresave të lëndës në kuadër të departamentit special ka qenë arsyeja më e shpeshtë e shtyrjes së seancave gjyqësore në këto raste, ndërsa më pak raste, pra diku një rast është shtyr për shkak të mungesës së avokatëve mbrojtës, ndërsa 2 raste të tjera për shkak të mungesës së palëve të dëmtuara. Në total janë monitoruar 129 seanca gjyqësore, prej cilave domethënë disa kanë qenë në kuadër të rasteve penale, të tjera në kuadër të rasteve civile, pra në divizionin penal dhe civil të këtij të departamentit përgjithshëm në gjykatën në degën e Graçanicë. Prej këtyre 129 seancave në total të monitoruara, rreth 14% të tyre janë shtyr. Në divizionin penal, arsyeja më e shpeshtë për shtyrje ka qenë dorëzimi jo i rregullt i ftesave të palëve, do të thonë ose mungesa e identifikimit të adresave ose pamundësia e arritjes së palëve në këtë situatë, ndërsa ka pas raste të tjera ku një rast është shtyr për shkak të vonesës së prokurorisë në dorëzimin e shkresave, pra mospajisja me shkresa të lëndës në atë rast, dhe 3 raste të tjera kanë qenë mungesa e të pandehurve. Në anën tjetër, në divizionin civil, arsyet e shtyrjeve kanë qenë ndoshta paksa më të larmishme ose më të ndryshme në raport me atë diferencën që kanë pas njëra me tjetrën, ku në këtë situatë janë identifikuar raste të shtyrjes së seancave gjyqësore për shkak të mungesës përkthyesit, për shkak të mungesës ekspertit, apo edhe për shkak të mungesës provave në shkresa të lëndës, ndërsa raste më të shpeshta të shtyrjes në degën e Graçanicë në divizionin civil kanë qenë arsye që janë ndërlidh me ekspertiza.